Unë gjatë luftës kom marrë iniciativë me thy pikën doganore një Azhinc kur na kanë dëbu serbët, edhe jena dalë në kufir me Maqedoni ka Azhinca. Aty për herë të parë si humaniste me mpa dikush, me dalë publikisht, me di dikush çka jam të bo, ka qenë ajo iniciativë, kam dalë me krejt familjen time, se kunatës time jo ke sugjenja ka linë në spitalin e Mitrovicës, se ka pas shtatzanin me nejtë ratë, shtrime, edhe nën mujdit ka nejtë spital. Edhe ka linë spital gjatë luftës, motra e me motrën e nusës kanë rreziku jetën me shku me marrë Mitrovicë, me drejtorin e shtëpisë shëndetit Vushtrë edhe me një motër aty, ata kanë qenë sërbë, i kanë lutë sa pare, doni veç të marrëm nusën të bim shpe, se i dëbëshin për i spitali, ta i mbyqin, akush, di qa kështë ndodhë, Zoti i madhe ka shpëtu. Edhe e kanë sjellë në shtëpi, thojnë ka kemi shku Vushtërisë, ka qenë rruga krejt me gjak, po një rom thet na ka shpëtu, na ka thonë mos i kalonin këtë rrugë, si janë paramilitarët, ju masakrojnë, po kalonin këtë rrugë ne dhe kanë shku në shtëpi shëndetit. Tani aty e kanë lutë drejtorin e shtëpisë shëndetit, asoj kohë gjatë luftës ka qenë një sërb, me një motër sërbe, i ka thonë sa parat